Rëshet aty Plumbi. Ja tani rast ideal këtu, mundësia dhe nuk ka kaluar rreziku goditja, rasti i parë në ndeshje. Nuk është hera e parë që Jorgo Plumbi rëshet në këtë pozicion. Ishte një prej ndeshjeve të këtij edicioni kur bëri gabimin kundër Ballkanit. Arkimi tani në brendit të zonës, goditja me kokë dhe 1-0. Rasti i parë dhe gol. Drita avancon pas 32 minutave. Blerton Shej, goli i tij i dytë i sezonit. Mbrojtësi i majt i pozicionuar krejtësisht në një pozitë që nuk i takon këtë, nuk e ka prit askush. Aq më pak mbrojtja e skuadrës së Malishevës dhe normalisht i dëshpëruar trajneri në krahun e djathtë. Afrohet aty Bejtullaj, provokon dytjen. 2 gola, 2 asistime ka i fort Arkimi me zna të i mirë mjaft aty. Fitia nuk arrit të jetë preciz. U hap shumë mirë në shtyllën e dytë. Kombedhimi shkëlqyeshëm tani këtu mes Tushës dhe Shejt. Rasti për golin e dytë e pa besueshme çka lëshon Kristal Abazaj. Arlin Veliu dhe Diata me këtë pasim mjaft të mirë, aty mundësia për skuadrën mysafire dhe lëshohet ky rast në përfundim të pjesës së parë. Bruti. Gjylani, ja mundësia tani goditja e cila blokohet. Rasti i parë në pjesën e dytë. Nuk arrit të pasoj këtu siç duhet, top asistuesi Malishevës, 6 asistimet të tij, është asistuesi i dytë pas kryezio të Ballkanit. Pozicioni rregullt. Rasti ideal këtu. 2-0. Ato që nuk e bëri në pjesën e parë Bantali. Kristal Abazaj. 65 minuta loj. Me të vërtet e paqartë se si ra këtu mbrojtja Malishevës. Një njeri vetëm vallëzon shetitet në përvijën e fundit të skuadrës së Malishevës arrin që të realizoj në momentin më të mirë. 65 minuta për 2-0. Jashari. I mirë është kjo Arkimi Jashari dhe Maloku i pas sigurt këto. Fati madh për skuadrën e Dritës tani. E temi për sëri, kërkon në bashkëtarët, ja mundësia këtu, goditja fort. I mirë është pasivi atje për Mevlan Zeko, goditja nga Zeka dhe Maloku intervenon. Rast në minutën e 94. E mbyll në këtë moment ndeshjen në gjyqtari Egzon Dakaj, Drita Malisheva 2-0.